udhëtuar nga Parisi pas protestave që po zhvillohen kudo në Francë, ajo ka udhëtuar nga Parisi. Të nderuar bashkë protestues, unë jam Esmeralda dhe jam juriste në Paris. Kam ndërtuar karrierën time atje dhe Shqipëri e re, 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 jam integruar në një sistem ku shteti dhe ligji funksionojnë dhe jam këtu për të kërkuar llogari. Unë jam pjesë e asaj diaspore që shpesh përdoret për statistika apo për fasad. Por pas meje, është historia e familjes time. Nëna ime rriti 5 fëmijë dhe na pa të largohemi të gjithë. Sot turp. Sot, shtëpia jonë është bosh. Lagjet tona janë të heshtura. Dhe kjo nuk është vetëm tronditje emocionale, por është dështim i pastër politik. Kjo klasë politike në nxorri jashtë vendit, duke na thënë se dinjiteti nuk ndërtohet në Shqipëri. Ata na detyruan të ikim. Dhe ky është turpi i tyre. Sepse ata që duan të largohen sot, janë ata. Rama ik. Ju lutem, mos me flakatan se kemi fëmijë dhe gra, ju lutem çuna, ju lutem. Ju lutem, mos me flakatan se kemi fëmijë dhe gra dhe po shumë. Ju lutem, qëndroni larg me flakatan, ju lutem çuna. Ju lutem çuna. Çuna, ju lutem se kemi gra dhe fëmijë, ju lutem, na më kuptoni. E ndërsa ne jashtë vendit punonim 2 fish për të ndërtuar jetën nga e para në dhe të huaj, këta këtu numëronin fitimet mbi kurrizin e familjeve tona që ngelën vetëm. Por duket se nuk u mjaftoi që boshatisën vendin. Sot duan të marrin gjithçka ka mbetur. Tokat, brigjet, detin dhe zonat e mbrojtura. Shqipërinë në një kontrakt private biznesi për një grusht oligarkësh. Unë si juriste po i përkthej çfarë thon. Kjo që nuk ndodh nuk është zhvillim. Kjo është korrupsion dhe grabitje. Shqipëria nuk është pranë e qeverisë. Kush thot se ky vend nuk u përket shqiptarëve, nuk e meriton që të ulet në atë zyrë. Ky vend i përket atyre që shndruan këtu, por edhe çdo imigranti që jeton jashtë, por që nuk e ka shkullur Shqipërinë nga zemra. Unë sot nuk erdha si vizitore. Erdha si një bie e këtij vendi që nuk pranon ta shoh shtëpinë e saj si plaçk lufte. Revolucion! 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 Revolucion!
në Paris, në Europë, aty ku ne punojmë, shteti ligjor e mbron pasurinë publike, mbron ambientin dhe mbi të gjitha dëgjon qytetarët. Kryeministrat atje nuk e përqeshin popullin e tyre. Ata japin llogari. Tur. Ne nuk kërkojmë privilegje. Kërkojmë saktësisht të njëjtin standard që kanë ata. Drejtësi, mundësi dhe dinjitet. Prandaj sot kërkesat ligjore dhe qytetare janë të panegocueshme. Shfuqizo ligjin 21/2024, anullo projektet korruptive, anullo paketën e maleve. Nëse nesër historia do të na pyes se ku ishim kur po shkatroi ky vend, ne do të përgjigjemi me kokën lart. Ne ishim këtu, krah për krah, duke mbrojtur Shqipërinë e re me Ramanburg, Berishanburg, Ramanburg, Berishanburg. Ramanburg, Berishanburg. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje Shqipëria e re. Sot ne jemi më të revoltuar se kur. Sot jemi më të revoltuar sepse në mënyrë zyrtare ne kuptuam që nuk kemi një kryeministër, por kemi një diktator të poshtër. E kuptuam të sepse si mundet një kryeministër që synon integrimin Bashkimin Evropian t'i thot një populli që është fashiste hajvan. Si mundet? Ato turistët nuk i trembim ne, i tremb ti, sepse kur një turist dëgjon një kryeministër që i drejtohet popullit të vet, duke i thënë që ju jeni hajvan, çfarë mund presin ato? Kush janë fashist dhe hajvan në fundit? A janë ato fëmijët e vegjël që qajnë sepse prindrit po i largohen jashtë vendit, se ti nuk i sigurove do të ardhme? Apo ato prindër që lënë fëmijët vetëm që i qajnë shpirtë se nuk i kanë afër? Apo ato gjyshe dhe gjyshe që qajnë për nipërit të tyre se nuk rriten me to? Apo ato pensionistë që presin para nga jashtë shtetit sepse nuk kanë për paguar ilaçet? Fashisti i vetëm dhe hajvani vetëm je ti. Plani ai protestës ishte në mënyrë qytetare, duke zbatuar të gjithë rregullat dhe etikën e demokracisë. Por ti nuk i respekton ato sepse je diktator. Kështu që ne jemi gati për të filluar me planin B të protestës. Nëse do na duhet flej këtu do flej. Nëse do na duhet reform për ministrin, do reform. E nëse do na duhet reform parlamentin, do reform. Dhe një mesazh për Bashkimin Evropian. Me fillimin dhe krijimin të shtetit Shqipërisë, për herë të parë ju na tradhtuat, na zvogluat dhe na lart kështu si jemi. Por megjithatë, ne prapë ju duam, ne prapë duam të jemi në Bashkimin Evropian. Ne prapë ju besojmë, por sot jeni përballë një zgjidhje. Ose me këtë qeveri korruptuar që ofendon popullin, ose me vullnetin e lirit të popullit. Ndërsa sot keni zgjidhjen për të nderuar, sot keni zgjidhjen për të mos ta tradhtuar, ose me ne ose me ata, o sot, o kur. E fundit, motoja kryesore e kësaj proteste që kënde është vetëm me pak fjalë. Ramanburg!
sinjale disa televizioneve, s'kemi qa bëjmë, i kemi denoncuar për korupcionin që kanë bërë. Por, besoj rrjetet sociale janë më të forta se ato televizione. Por dalin protest, do të thotë që kemi bërë një guxim të madh. Dhe i bëj thirrje Sparkut që të verifikojë gjitha pronat nga Leriu, në Palas, në Jan, në Ksamil, të cilat janë të lidhur ngushtë me disa oligarkë. Aleksandër Frangaj, Artan Duljaku, Alban Qillai, Artan Gaçi, Mireja Kumbare, banorët e Pallatit. Banorët e Pallatit që u dojnë janë mëshirë të fatit. Ndërsa Armand Lilo vazhdoni që ndërtimin e kullave në Tiranë. Rama Burg Berisha Burg! 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 Përshëndetje të gjithëve. Doj të bëja një pyetje për të gjithë ju. Pse jeni këtu sot?